Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vetëm disa orë para sulmit në zemër, trupi juaj jep këto shenja, mos i neglizhoni, mund t'ju kushtojnë jetën. Një sulm në zemër mund t'jeti frikshëm, por nëse i mësoni shenjat dhe hapat që duhet të ndërmerrni, mund të shpëtoni jetën duke përfshirë edhe tuajën. Sipas mjekëve, shumica e njerëzve që përjetojnë një atak në zemër, fillimisht përjetojnë disa nga simptomat që do t'i rendisim në këtë video. Dhimbje të gjoksit. Dhimbja në gjoks është një shenjë e zakonshme e atakut kardiak. Mund të jetë pasojë e bllokimit ose uljes së qarkullimit të gjakut në zemër, por edhe një shenjë paralajmëruese që mund të ndodhë një atak në zemër. Kardiologu Jeffrey Chambers shpjegon se është një dhimbje që mund të shfaqet papritur dhe më pas të zhduket. Nëse dhimbja bëhet e vazhdueshme, kërkoni menjëherë ndihmën mjekësore. Nëse e bëni dhimbjen e vazhdueshme në gjoks për disa javë, ose muaj, ose ditë, nuk ka gjasa që shkaku të jetë një atak në zemër. Lodhja. Lodhja e pazakontë mund të jetë një tjetër shenjë një ataku në zemër, veçanërisht ndodhet së bashku me dhimbje të gjoksit. Rreth 2 në 3 persona që kanë një atak në zemër përjetojnë dhimbje gjoksi, gulçime ose lodhje dite ose javë para sulmit. Gjithashtu mund të keni edhe mungesë frymëmarrje. Mungesa e frymëmarrjes mund të jetë shenjë ataku në zemër, citon eksperti. Shpesh vjen nga pareatia në gjoks, por mund të shfaqet edhe nga përhapja e këtyre simptomave. Dhimbja në trup. Gjatë një sulmi në zemër, dhimbja që qëndron në gjoks mund të përhapet në shpinë, në nofull ose në krah. Ndonjëherë ndihet edhe dhimbje në zonën e stomakut, e cila mund të ngatrohet me dispepsin. Zakonisht është më e fortë dhe më e gjatë dhe nuk largohet pas pushimit ose marrjes së një qetësuesi. Nauzet. Të përzierat dhe të vjellat e pashpjegueshme nuk duhet të injorohen kurrë. Nëse zgjoheni të zhytur në djerse të ftohta me një ndjenjë të përzierë ose të vjellë, këto mund të jenë simptoma të gripit, por edhe të një ataku të heshtur në zemër. Nëse instinkti juaj thotë se është diçka serioze, dëgjoni dhe konsultohuni gjithmonë me mjekun tuaj. Sulmi në zemër ndodh kur një arterie koronare bllokohet plotësisht dhe furnizimi me oksigjen dhe substanca ushqyese ndërpritet. Pjesa e indit të miokardit që furnizohet me gjak përmes kësaj ene vdes pas një ataku kardiak ose mund të bëhet cikatrice. Por çfarë ndodh në rast të një ataku kardiak? Pasojat e një ataku kardiak, infarkti i njohur ose sulmi në zemër varet nga shtrirja e indit të shkaktuar në muskulin e zemrës dhe nga vendodhja e sulmit në zemër. Në shumicën e rasteve, gjysma e indit të zemrës është dëmtuar. Zemra nuk varet gjithashtu dhe mund të funksionojë më dobët. Rezultati është humbja e papritur e kardiakut ose shkaktuar nga ndalimi i zemrës, e cila është jo rigjeneruese. Nëse vëreni simptomat të cilat i përmendëm herët, atëherë duhet të bëni një konsult me mjekun. Sulmi në zemër është një gjendje kur ndodh një bllokim i menjëhershëm i arteries koronare, gjë që rezulton në humbje të furnizimit me gjak dhe humbje të muskulit të zemrës. Fajtori kryesor për atakun e zemrës është në të vërtetë mënyra e jetesës së njerëzve që shoqërohet edhe me konsumin e tepërt të ushqimeve jo të shëndetshme. Për më tepër, faktorët që mund të rrisin rrezikun e një sulmi në zemër janë obeziteti, tensioni i lartë i gjakut, niveli i lartë i kolesterolit në gjak, diabeti, pirja e duhanit, ushqimet e varfëra dhe historia familjare. Megjithatë, njerëzit mund të parandalojnë këto gjendje me anë të ndjekjes së shenjave të trupit, sepse simptomat e sulmit në zemër mund të vërehen edhe një muaj para tij. Në këtë video do të listojmë disa prej shenjave që trupi juaj jep në mënyrë që të paralajmërojë edhe një goditje në zemër. Presioni i gjakut. Dhimbja në gjoks ose ndonjë presion mund të sinjalizojë një atak në zemër. Në të vërtetë, kjo është një shenjë kryesore e kësaj gjendje. Ju gjithashtu mund të ndjeni dhimbje në pjesë të tjera të trupit, duke përfshirë në krah, në shpatulla dhe në shpinë. Vështirësi në frymëmarrje. Mushkëritë dhe zemra janë të lidhura drejt për së drejti dhe kështu kur shfaqet një problem për njerëzit nga këto organe, vuan gjithmonë edhe organi tjetër. Prandaj nëse një sulm në zemër do i afrohet mushkërive, nuk do të arrijë të merrni gjakun e nevojshëm, gjë që do të rezultojë në vështirësi në frymëmarrje. Dobësia e trupit.
Nëse arteriet koronare janë të bllokuara, si në rastin e sulmit në zemër ose arterieve të tjera, furnizimi i gjakut në të gjithë trupin zvogëlohet. Kjo do të thotë se muskujt gjithashtu nuk marrin gjakun e duhur. Kjo rezulton në dobësi të trupit dhe dëmtime të muskujve. Marramendje. Kjo shenjë lidhet edhe me furnizimin dhe qarkullimin e gjakut, por sidomos me qarkullimin në tru. Ky organ kërkon rrjedhjen e duhur të gjakut në mënyrë që të funksionojë më mirë. Mungesa e rrjedhjes së gjakut në tru shkakton marramendje. Pra marramendja për shkak të funksionit të dëmtuar të trurit. Lodhja. Ndjenja e vazhdueshme e lodhjes është një tregues shumë i zakonshëm i sulmit në zemër. Në fakt, lodhja është rezultati i qarkullimit të gjakut të dobët dhe zvogëlon rrjedhjen e gjakut në zemër, e cila më pas shkakton dëmtime të funksioneve të zemrës. Gripra ose simptomat e ftohjes. Nëse jeni duke u përpjekur për simptomat që ngjasojnë me ato të gripit dhe të ftohjes, ka një shans për një sulm të madh në zemër. Dhe ekspertët këshillojnë që të bëni gjithashtu një konsult me specialistin për të evituar çdo dyshim të mundshëm. Një sulm në zemër nuk çon gjithmonë në dhimbje kronike të gjoksit ose presion intensiv që mund të shkaktojë një presion të rrezikshëm të dyfisht. Ndonjëherë mund të jetë edhe një sulm i heshtur në zemër. Sipas ekspertëve, disa njerëz përjetojnë në versione shumë më dramatike me simptoma të një sulmi në zemër. Një sulm në zemër ndodh kur arteriet që çojnë gjak në zemër bllokohen. Kjo çon në privimin e oksigjenit dhe lëndëve ushqyese të muskujve të zemrës. Kur nuk ka simptoma të forta të tilla si dispepsi, muskuj të ndryllur ose të tendosur, lodhje të tjera, ajo njihet si sulm i heshtur në zemër. Personi mund të plotësojë edhe një ndikim të presionit dhe sikletit. Dhimbja e kraharorit është një nga simptomat më të zakonshme të sulmit në zemër, por çka nëse ka dhimbje ose siklete në gjoks? Ndonjëherë mund të ndjeni presion, shtrydhje ose të plotësoni nevojën pranë zonës së gjoksit. Kjo nuk është e zakontë për një sulm në zemër, por mund të jetë një nga shenjat e pazakonta të një sulmi të heshtur në zemër. Dhe kërkohet gjithashtu një vëmendje e shtuar mjekësore nga mjeku përkatës. Nëse doni të parandaloni çdo shqetësim të mundshëm, që mund të vijë gjithashtu edhe me shenja të befta, duhet të konsultoheni me një mjek në mënyrë që të evitoni kështu edhe problematikën në të ardhmen. Pjesë të tjera të trupit gjithashtu mund t'i japin shenja. Një sulm në zemër nuk prek vetëm zemrën tuaj, por edhe pjesë të trupit tuaj gjithashtu mund të preken nga një sulm në zemër dhe mund të shfaqen simptoma që ju ndihmojnë të kuptoni se keni një bllokim të arterieve të zemrës ose jo. Disa prej jush mund të përjetojnë dhimbje ose siklete në këto pjesë të trupit, të krave, të shpinës, të qafës, të nofullës, stomakut e të tjera. Nauze dhe djersë të ftohta. Nëse ndonjëherë vini re djersitë të pashpjegueshme të ftohta menjëherë pasi zgjoheni nga gjumi, mbani në mend se nuk është normale. Zgjimi me djersë të ftohta të përzira ose të vjella të papritura mund të jenë disa nga shenjat e sulmit të heshtur në zemër. Sidoqoftë mund të ndjeni se këto janë gjithashtu shenja që vuani nga ftohja ose gripi, por mos prisni gjatë dhe i përjetoni këto shenja, por adresojeni ato tek mjeku juaj. Vështirësi në frymëmarrje dhe lodhje ekstreme. Jo gjithmonë do të ndjeni një dhimbje kronike të zemrës ose të shpinës suaj, por gjithashtu edhe një gjendje serioze si vështirësia për frymëmarrje mund të nënkuptojë që jeni duke pasur një sulm të heshtur në zemër. Nëse keni vështirësi në detyrat normale të përditshme që nuk ishin më parë të vështira për ju, të tilla si rregullimi i shtratit ose ecja në përshkallë, sigurohuni të kontrolloni veten dhe të kontrolloheni tek mjeku juaj në mënyrë që të evitoni çdo dyshim të mundshëm. Këmbët të fryra ose të hintura. Nëse vini re se këmbët ose gishtat tuaj janë dukshëm të fryrë, ju mund të keni probleme me mbajtjen e lëngjeve, quajtur edhe edema. Mbajtjet fluide mund të jenë shenjë sëmundjeve arteriale, koronare, dëmtim të zemrës dhe forma të tjera të sëmundjeve kardiovaskulare. Ndaj adresoni çdo problem të mundshëm tek mjeku juaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.